mu ka prish argjërimi 500 herë që prej një nervi më ka dal një llaf i pist. Mu ka dasht me shty me përsërit. Vërteta që ndron që dikush që e ndjek islamin e di që nuk duhet me sha, nuk duhet me fy, nuk duhet me përmend fjalë të këqija. Mu ka prish argjërimi 500 herë që prej një nervi më ka dal një llaf i pist. Mu ka dasht me shty me përsërit. Tani, nëse nuk është kjo, nuk i ruajmë syt vetëm për Ramazan, apo nuk i ruajmë syt vetëm në publik. Ndjesia është e brendshme, duhet me rujt veten nga gjitha anët kur ti ke besim në një fe të caktuar, cila do qoftë ajo, jo vetëm islame. Edhe me të plotësu diçka për me vazhdu mendimin e Arioles, si që është keqpërdorim i madh në këtë spektakël kaq të madh feja, është edhe ato 3 shkronjat e shenjta të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, apo kupton, sepse është keqpërdorim me shkruti UÇK, sikur do ta neson. Po. Unë në Big Brotherin tim kam pas një triko të printuar një vit më parë, Liria ka emër UÇK. Po. E kom marrë trikon jo për me marrë edhe se unë e popullin e Kosovës, e kom pas edhe jam e bindur që e kom mas vetës në çdo program, në çdo emision, ku do që të shkoj, unë e mendoj që e kom bo vendin tem. Unë e vi për një familje që përpara se me pas Kosova dëbimin, luftën, dhunën që ka përjetue nga pushtuesi serb, une jam konë vi për një familje që është dëbu, masakru, vra pre nga serbo-malazes.